Kuksi ka nderuar të martën dëshmorë që dhanë jetën për Adeun me rastin e 81 vjetorit të çlirimit të qytetit. Në këtë ditë u prorua dhe rekonstruksioni i sallës së madhe të Pallatit të Kulturës Hasan Prishtina, një investim realizuar në kuadër të programit IADSA dhe projektit Kultura për të ardhmen që zbatohet nga Bashkia Kukës në bashkëpunim me shoqatën italiane COSPE. Është një mesazh që kanë përcjellur gjithë të rinj dëshmorët që kanë dhënë jetën për çlimin e Kukësit, që vetëm nëpërmjet sakrificës, nëpërmjet gjestet më të shenjtë që ka pas zona e Lumës, traditën, lirinë, dhe unë jap një mesazh të rinjve të Kukësit, që Kukësi do jetë një qytet shumë i mirë dhe do ja lëm kohës ndryshimet drastike përsimbarë që do bëhen në qytetin e Kukësit. Unë gjerasen të falenderoj gjithë pjesëmarrësit, kryesisht veteranët dhe pasardhësit e dëshmorëve për t'ju uruar shëndet, mbarësi dhe jetë të gjatë në familje. Do shumë të kësaj dhe shumë gjëra të tjera që do jenë në Kukës në vitin 2026. È la prima volta che COSPE lavora nel territorio di Kukës. Për COSPE është hera e parë që punon në territorin e Kukësit, che collabora con il municipio e all'interno del programma IADSA. Që bashkëpunon me bashkinë në zhvillimin e programit IADSA, në qendër IADSA. E per noi è stata davvero un'esperienza perché quando si entra in un territorio le persone fanno parte di questo territorio e lo rendono vivo e animato. Për ne ka qenë një eksperiencë unike pasi duke qenë pjesë e këtij projekti në këtë territor dhe bësh pjesë e të rinjve e komunitetit dhe merr një vlerë tjetër. Kryetaria e Komitetit të Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacionale Çlimtare të Kukësit, Lumturie Paci, dha mesazhin e saj për këtë ditë të rëndësishme për qytetin e Kukësit. Jemi për të përkujtuar ditën e shënuar, 81 vjetorin 18 nëntor 1924, Kukësi u çlirua nga Brigata 18 Sulmuse, sepse Brigata 24 Sulmuse mori pjesë në çlirimin e Tiranës, ku dhatën jetë 17 dëshmor kukësian. Siç keni lexuar dhe siç keni dëgjuar, kukësianët shquhen për trimëri, për heroizëm, për burrëri, për besnikëri, akvetari dhe duke u betuar se s'ka më ëmbël në këtë jetë se shqiptaria. Në përfundim të aktivitetit, përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror, drejtues të institucioneve, veteranë të luftës, familjarë të rënëve, të rinj të shkollave të mesme dhe qytetarë morën pjesë në koncertin festiv të organizuar në sallën e re të rikonstruktuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve. Me 18 nëntor 1944, forcat gjermane u tërhoqën nga qyteti dhe në Kukës hyn forcat partizane të brigadës së 18 sulmuese, duke i dhënë fund pushtimit nazist. Ju falenderoj të gjithëve ju që jeni në sallë, sepse unë nuk jam nda skenës, as ekranit, po s'jam nda as mikrofonit në radio. Paralisave kam dalë, e lis për lis i mora në gryk. Merë në gryk njënin e merë në gryk tjetrin, shtova mallin dhe boqa dertin. Pra, unë në këtë skenë që i rikthehen vlerat pas 40 vjetëve, sepse unë jam pjesëmarrës i inaugurimit parë të Pallatit të Kulturës që rrallë qytetën në Shqipëri e kanë këtë pallat, por sot jam pjesëmarrës në inaugurimin e dytë të gjithë investimit të madh që bën bashkia bashkë me shoqatën dhe falenderoj kryetarin e bashkisë sotin, i cili i ka kryer syt nga arti dhe kultura. Ne e pak të tjene, burrën popullore, i zetim për kulturë për ne kuqjanë, është knaqësi e madhe. Uroj presin e ri, artistët e artë, që këte pallat, këte skenë, se skena është e artistit,
se Allah është spektatorit, ta ruajnë, ta mirëmbajnë dhe të japin vlera të reja pa para artistike, sepse qyteti jonë ka nevojë për art, ka nevojë për kulturë.